Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush tema të cilat në fakt unë nuk dua t'i komentoj, por janë situata të tilla që ndonjëherë na çojnë të komentojnë dhe momente kaq të dhimbshme. Dje në shtëpinë e Big Brotherit, Gjesti ishte ulur në verandë edhe po fliste me veten e tij. Realisht po fliste edhe me qiellin, sepse kamerat u drejtuan drejt qiellit. Gjesti është shumë i mërzitur. Siç duket, qëndrimi i tepërt më shumë se 155 ditë në shtëpinë e Big Brotherit, presioni mbi të cilin Gjesti e kalon aty, momentet e dhimbshme ku Gjesti i kalon në shtëpi, e kanë bërë Gjestin që të kërkon dhe të flet me familjen e tij. Gjesti kërkonte që familjarët t'i vinë në një vizitë, t'i vinë në një surprizë. Ai thonte ju dua shumë, më ka marrë malli për vllajën, më ka marrë malli për motrën time, më ka marrë malli për babain tim, më ka marrë malli për nënën time. Janë shumë pikpyetje në kokë që unë e kam thënë pas rihyrjes së Eglit, Gjesti do t'i ketë, sepse Gjesti nuk ka asnjë lloj informacioni nga jashtë dhe ai tashmë po ja bën vetes pyetjen si jam, si po komentohem, mos po dal keq, mos e gjithë ky mund që unë po bëj në këtë Big Brother do më shkoj për huq, ndoshta po quhem si një djalë i cili po keq trajtoj një vajzë, ndoshta po quhem si një djalë i cili dua të përfitoj nga vajzat. Do thënë, pikpyetje shumë në kokë. Gjesti mbrëm dje ka qenë tepër i mërzitur saqë që qëndronte vetëm. Ajo që mua më ra në sy dhe dua të komentoj këtë pjesën, dua të japi çik zë kësaj pjesës, është se dy heradhazi, derisa Gjesti është shumë keq dhe vërtet është tepër i mërzitur, ai nuk merr asnjë lloj ngushëllimi nga banorët. Tani kur banorët e tjerë janë keq shumë, kur janë banorët e tjerë të lënduar, kur janë banorët e tjerë të përlotur, kur kujtojnë familjarët dhe zemra e tyre ngushtohet, janë të trishtuar, duan të shtrihen nëpër krevate dhe të pushojnë, është Gjesti ai i cili u shkon afër edhe u krijon atmosferë, u krijon adrenalin. Do thënë rasti i fundit ishte me Rozanën, kur në surprizën e cila ishte në shtëpi nga loja e mos reagimeve, Gjesti ishte ai i cili përqafoi Rozanën dhe e tregoi shpirtin e tij njerëzor, ku për Gjestin ishte Xheneta, që Xheneta nuk mund t'ia plotson shpirtin. Gjesti ka mall për nënën, për babain. Do thënë këtu produksioni bën pak gabim në mënyrën se si mundohet të përfitoj klikime. Dhe Gjesti këtë gjë kërkonte. Gjesti këtë gjë kërkonte, do me thënë brenda shtëpisë së Big Brotherit, dëshiron të takon nënën. Unë jam shumë i bindur që vllau i madh të shtunën do të bëjë një surprizë të bukur për Gjestin dhe Gjesti do ketë fatin që të mbushet me energji. Besoj që e ka shumë të nevojshme takimin me prindërit e tij. Gjestin e ka marrë shumë malli për familjen. Ne mund të flasim keq për të, ne mund ta quajmë si të duam ne, mund ta quajmë të partikuluar, mund ta quajmë të pashkolluar, mund ta quajmë të pashkathët, por atë që bën Gjesti nuk e bën dot njeri. Gjesti po qëndron më shumë se 155 ditë duke i bërë detyrimisht, do të thënë të dy Big Brotherat bashkë, dhe atë të Kosovës dhe këtë të Shqipërisë. Dhe Gjesti nuk ka lidhje më me botën e jashtme. Edhe ti po të futesh një ditë, 2 ditë në Big Brother, shkëputesh shpirtërisht me botën e jashtme, e jo më 155 ditë. Është shumë. Por mbi të gjitha ja dua guximin, ja dua energjin, ja dua formën, sepse po të ishte dikush tjetër do kishte rënë depresion gjithë ato ditë dhe do ishte çmend fare, por Gjesti është i lindur për të qenë pjesë e këtij formati. Unë mendoj që duhet produksioni të jetë pak më dorë lëshuar ndaj Gjestit, të bën një surprizë të bukur, sepse vërtet që ka nevojë. Imagjinoni ju në veten tuaj po të qëndroni brenda një shtëpie dhe mos takoni prindërit tuaj një ditë, mos e takoni nënën apo mos flisni me nënën apo babain apo motrën dhe mërziteni, ndjeheni të sikletuar e jo më mos i takoni me ditë të tëra. Unë kam informacion se të shtunën Gjesti do të merrë një surprizë shumë të bukur nga prindërit e tij, të cilët për herë të parë do të jenë pjesë e Big Brother. Kujtojmë që Gjesti nuk i ka takuar dhe në Kosovë
Dhe kështu që do të jetë një moment shumë i bukur, por ajo që në fakt më tërheqën vëmendjen në këtë reality show është kjo shpirti ftohtë që banorët e tjerë kanë ndaj Gjestit. Do me thënë, askush nuk i afrohet për ta ngushëlluar. Askush nuk i afrohet për t'i thënë një fjalë të bukur. Askush nuk i afrohet për t'i dhënë një përqafim. Le të jetë ai një përqafim ngushëllimi. Gjesti ka pas çka ka pas. Është grind, ka debatuar, ka pasur tensione shumë të mëdha brenda asaj shtëpie. Gjesti i ka dhënë një përqafim Rozanës. Rozana do t'ishte edhe më bukur nëse ditën e djeshme teksa Gjesti po fliste t'i shkonte ta përqafonte. Tani Gjesti dje tha që unë jam këtu për ju, nuk e mendoj veten time. Do me thënë i thonte familjes së tij. Unë kam hyrë vetëm për ju dhe unë do ta bëj këtë gjë deri në fund. Kjo nuk kupton që Gjesti ka një sekret shumë të madh në shpirt që nuk po e tregon. Do me thënë jeta e tij vërtet ka qenë aq e dhimbshme. Nuk e di sa ju ra në sy në kohën kur vllau i madh e dha një videoklip gjatë kohës kur Gjesti kishte folë në dhomën e rrëfimit për lopën e cila ishte sfidë nga vllau i madh për banorët. Gjesti thonte në kohën kur unë nuk kam patur të ha bukë. Do të thënë Gjesti ka kaluar një dhimbje shumë të madhe shpirtërore, ka kaluar një dramë shumë të madhe familjare dhe ai prandaj është këtu. Shkurt e shqip le të themi të rregulloj jetën e tij, të siguroj të ardhmen e tij, të siguroj jetën, do të thënë është një djalë që ka vuajtur shumë. Unë uroj me zemër që ne ta kuptojmë historinë e plotë të Gjestit dhe të kuptojmë atë se çfarë Gjesti ka kaluar. Por dhimbja e tij është e dukshme në sytë të gjithëve dhe le të çohemi të gjithë, le të kërkojmë nga vllau i madh, të lutemi i dashur vllau i madh, bëj një surprizë të shtunën Gjestit, sepse Gjesti meriton të ketë një përqafim nga nëna, nga babai, sepse nga vllau dhe motra e mori, por nga nëna është më e rëndësishme. E vetmja forcë e cila është në jetë të njeriu është nëna.